Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e Dashit. Desh, java e parë e dhjetorit do t'ju gjejë të angazhuar, do t'jetë një javë ku disa prej jush do t'u udhtoni, gjatë këtij udhtimi do t'ja kaloni kaq mirë, do t'ju pëlqejë kaq shumë, sa mund të krijoni edhe plane për t'ikur, për t'u larguar. Shikoj një energji pa durimi, një pasion të madh, një dëshirë të madhe për të ikur, për të shkuar në një vend tjetër. Thoni, do t'jem më mirë diku tjetër, do fitoj më shumë para, do kem një stil jetese më të mirë. Kjo dëshira për të emigruar shumë e madhe dhe këtë zjarr e fryn e shton akoma më shumë Marsi, planeti që ju udhëheq për 2 javët e para të dhjetorit do t'jetë në shigjetar dhe shigjetari lidhet me udhtimet, me emigracionin, me planet drejt së ardhmes, plus është edhe energji zjarri, një lloj si ju, ide do t'jenë kaq të mëdha, kaq të forta, mund të bisedoni me miq, hajde të merremi me biznes, të shkojmë këtu, të marrim produkte, të shesim, të bëjmë diçka. Ata që janë, deshët që janë në një marrëdhënie në çift, mund të keni ide dhe mund ta bisedoni me partnerin ose partneren tuaj, do ikim, do shkojmë diku tjetër, do ja fillojmë jetës nga e para, do kemi një jetë më të mirë, do kemi një jetë më cilësore, do fitojmë më shumë para. Siguroni vetëm sepse mund të jeni pak dominant dhe pak kontrollues deri në pikën që nuk e dëgjoni shumë se çfarë dëshirash ka personi tjetër dhe thjesht ju i imponoheni me idetë tuaja. Sepse mundet që dikush mos të ketë të njëjtën ide, të njëjtën vizion dhe nuk ju kundërshton për të mos ju mërzitur, por ata nuk duan të jenë afër familjes, afër njerëzve të zemrës, prandaj është e rëndësishme që mos të jeni impulsiv, se ta shikoj shumë energji zjarri me dominim, me kështu si them unë, kjo është më e mira, kjo është ajo zgjidhja. Qetësoni, diskutojeni gjërat me qetësi, shikoni se çfarë janë opsionet që mundet të bëni realisht bazuar edhe në financat dhe në ekonominë tuaj. Shikoj për ata që janë single që mund të filloni të bisedoni dhe të njiheni me dikë që është larg, që jeton në një vend larg, një lidhje në distancë, ku arsyeja kryesore e këtij entuziazmimi është fakti që ky person jeton në këtë vend. Jo sepse keni dashuri apo do ndjeni nga ana, nuk ju shoh shumë të përfshirë nga ana emocionale, jeni më shumë të entuziazmuar thjesht me idenë që okay, ky person jeton në këtë vend, do ketë mundësi duke biseduar me të ndoshta mund të arrijë që të lidhemi, të më ndihmoj me pjesën e nënshtetësisë, pra plane të kësaj natyre shikoj desh në javën e parë. Po java e dytë do t'ju bëj të ktheheni me këmbë në tokë, të shikoni situatën reale tuajën, sepse nga ana ekonomike, shumë gjëra që ju doni t'i bëni nuk i keni mundësit, nuk e keni atë kapitalin për t'investuar. Dhe parat mund t'jenë shumë nga ju në javën e dytë e shikoj që merrni para, siç i merrni, i shpenzoni, rroga nuk mjafton për të kursyer apo për të realizuar ato gjëra që ju doni t'i realizoni, nuk po shikoni rezultatet e duhura. Këtë pakënaqësi mund ta keni disa prej jush në aspektin profesional, sepse mund t'ju jetë premtuar më shumë një rrogë më tepër apo një bonus apo një shpërblim diçka më shumë dhe nuk do t'ju jepet, të paktën jo në dhjetor. Kjo sigurisht do t'ju zhgënjej disi, pra nuk janë rezultatet ashtu siç ju i prisni. Nuk është produktiviteti në atë nivel që ju prisni. Ata desh që kanë bizneset e tyre private mund të shikojnë që nuk keni mjaftueshëm klientel, shitjet janë më të ulta, thoni kaq është tregu dhe ka të bëj nuk lidhet me përpjekjet tuaja si person, si individ, po aq janë mundësit, aq është sistemi, tregu aty ku ju jeni, në vendin që ju jetoni. Ato janë rrogat, ato janë mundësit, kaq opsione ka vendi, prandaj
kjo ndjesi e juaj është ndjesi e drejtë, dëshira për t'u shkëputur, për t'u larguar, po duhet të jeni realist me opsionet që keni. Pra si mund të shkëputeni, a keni mundësi që dikush t'ju ndihmojë, nëse keni familjar që jetojnë jashtë, si do filloni punë në momentin që do largoheni, sepse dhe ajo pjesa e fillimit, tranzicioni është goxha i vështirë, pra duhet jeni realiste të bëni llogaritë mirë me veten tuaj. Java e tretë ju shikoj pak të pakënaqur nga ana emocionale, të mërziter, sikur asgjë nuk ju përmbush, asgjë nuk ju kënaq, asgjë nuk ju gëzon. Ju shikoj pak pa frymëzim, pa motivim. Ndoshta për shkak se ishin kaq shumë ide, kaq shumë gjëra që ti do të bësh, pjesa financiare pastaj të ktheu në atë realitetin e situatës. Dhe kjo do të të mërzit, do të të sjell këtë pesimizmin që mos nuk i bëj dot gjërat ashtu si dua unë që t'i bëj. Ju thash për ata që do të fillojnë këtë njohje me këtë personin që është në distancë, nuk ju shoh të dashuruar, nuk ju shoh që të keni një kimi apo një klik me këtë person real dhe mendojni gjërat sepse që të mbash një marrëdhënie pa pëlqim, pa dashuri, pa një ndjenjë të mirëfillt është shumë e vështirë. Mos u nisni thjesht nga interesi për pjesën e planit tuaj, mendoni edhe për pjesën e ndjenjës, anën emocionale, sepse ju si desh mërziteni shpejt, ju jeni të paduruar, ju i doni gjërat në moment, ju nuk jeni një shenjë që mund ta mbajë një marrëdhënie pa dashuri. Për ju dashuria, ndjenja, kimia, emocioni është shumë i rëndësishëm desh, prandaj kjo formë të vepruarit nuk funksionon për ju. Pastaj për ata që janë në një marrëdhënie në çift, mund të jeni në një fazë pak mërzie, monotonie, ndoshta sepse të dyja palët po përpiqeni, po punoni shumë, po mundoheni, por mundësit nuk janë shumë të mira për atë stil jetese që të dy dëshironi. Shikoj edhe pak probleme për çiftet që po përpiqen që të kenë fëmijë, shikoj edhe probleme infertiliteti për disa prej jush. Ky është një mesazh specifik, po në javën e tretë do ta ndjeni këtë shqetësimin edhe mundet të keni tentuar për një kohë, jeni pak të mërzitur, emocionalisht do të jetë e ngarkuar si java e tretë. Bëni durim gjatë kësaj kohe, Mërkuri futet nga data 11 futet në shigjetar dhe Mërkuri në shigjetar ka impakt për ju bën të mendoni shumë drejt së ardhmes dhe të mendosh shumë në të ardhmen krijon ankth, krijon stres, sepse mendon për gjithçka që ti nuk ke momentalisht dhe thua po këtë, a do ta realizoj dhe këtë dhe ajo të streson, të ngarkon nga ana emocionale. Gjithmonë sekreti është të kthehesh në të tashmen, të shijosh atë që ti ke në përditshmërinë tënde. Ai është çelësi, sepse ardhmja s'ka ardhur akoma, s'ka ndodhur akoma, gjërat ndryshojnë çdo ditë në varësi edhe të vendimeve që ju merrni. Shijoni atë çfarë keni, sidomos në fund të vitit, shijoni pjesën e festave, ta kaloni mirë me njerëzit e dashur, shijoni çfarë keni momentalisht. Ndoshta nuk është idealja e gjithçkaje që ti do dëshiroje të kishe, por mund të jesh shumë herë më mirë se ç'mund të kesh qenë 5 vite më përpara, kështu që shijo progresin tënd, se çdo njeri ka rrugën e vet, çdo person i arrin gjërat në kohë të ndryshme. Dhe unë shikoj që do ta kaloni këtë gjë, do jetë një fazë e përkohshme, pastaj në javën e fundit të dhjetorit ju shikoj mirë, shikoj në atë energjinë e tuaj normale, me humor, me adrenalin, një person shumë optimist, ju shoh në energjinë e zjarit sërish, plot optimizëm, plot motivim, ai personi që i mbledh gjithë të tjerët, ai personi që feston, ai personi që është i lumtur, që është i dashur, që ka humor, shumë i ngrohtë me të gjithë, ju jeni
për sa i përket pjesës së shoqërisë edhe të familjes, ju jeni qendra e familjes, jeni gjithmonë ai zjarri që i mbledh të gjithë, që i ngro. Do t'ja kaloni shumë mirë. Javën e fundit do t'ja kaloni shumë mirë edhe do t'ju kthehet pjesa e motivimit, do ndjeni vetvetja sërish, do thoni gjithçka do zgjidhet, gjithçka do rregullohet. Unë ja kam dalë më përpara, do ja dalë sërish. Ju shoh shumë shumë të motivuar për pjesën tjetër të për këtë javë, por edhe për fillimin e 2026-s. Dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju desh thot: criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Shumë e vërtet, pra ta kritikoni njëri tjetrin, po ti pse s'bën këtë, po ti pse s'bën këtë, do të kaloj vetëm më shumë në mungesë, do të ashtoj edhe më shumë pjesën e mërzisë, pjesën e pakënaqësisë mes jush. Prandaj duheni dhe pranojeni njëri tjetrin ashtu siç jeni, dhe në këtë formë marrëdhënia do të transformohet në mënyrë magjike. Çelësi për një marrëdhënie të shëndetshme, një marrëdhënie afatgjat, është që ta pranosh partnerin ose partneren tënde ashtu siç është, me të mirat, me të këqijat, askush nuk është perfekt, ashtu siç është si person, ta pranosh, ta duash dhe të kuptosh që ti e ke zgjedhur pikërisht me ato cilësi që ke parë tek personi. Sa më pak kritika të ketë, aq më mirë është, se në fund çdo njeri është i dy adult, dy njerëz që janë të rritur, nuk ndryshojnë, vetëm nëse një person do të ndryshoj vetë, ka diçka që s'e pëlqen edhe do ta kthej, po askush nuk ndryshon pse i thot një person tjetër. Prandaj kritikat e shumta vetëm sjellin mërzi, vetëm sjellin stres, vetëm sjellin konflikte, asgjë më shumë. Prandaj pranojeni njëri tjetrin me dashuri ndaj njëri tjetrit, të gjithë po përpiqen të bëjnë më të mirën për të zgjidhur gjërat, askush nuk i ka përgjigjet për gjithçka. Ndonjëherë njerëzit bëjnë më të mirën e tyre dhe shpresojnë që gjërat do zgjidhen pozitivisht. Prandaj jini të duruar. Gjithçka është një rrugtim. Jeta është një rrugtim, nuk është një maraton që duhet me patjetër vrap për të arritur atë linjën e finishit, për të arritur fundin, edhe për të marrë kupën. Nuk është garë, është secili ka rrugtimin e vet. E rëndësishme është ta shijojmë rrugtimin për aq sa zgjat, që nuk zgjat shumë kur mendojmë që planeti ka ekzistuar për miliarda e miliarda vite, ekzistenca e njeriut është për një kohë shumë të shkurtër. Kështu që shijoni festat e fundvitit, unë uroj që ta kaloni sa më bukur, sa më gëzueshëm me familjen tuaj, me të gjithë personat e dashur. Ju falenderoj që më ndoqët, ju uroj një vit sa më të mbar, festa sa më të bukura, t'i kaloni gëzuar dhe bashkë të dëgjohemi në parashikimet vjetore për 2026. Gjithë të mira desh, mirupafshim.